Sot, gjendje. Iki, po unë kam veshat sot butave. Makina vjen aty. Vlog tjetër këtu në kanalin tim. Sot është dita e tjerë edhe ne jemi ngritur shpejt, kemi shkuar tek një dyqan me gjëra të përdorura që do t'ju tregoj për pak se çfarë morëm, edhe më pas kemi bërë pazarin. Do ju bëj një supermarket haul, t'ju tregoj të gjitha gjërat që ne kemi bler, të gjitha ushqimet. Tani kemi marrë prosciutto. T'ju tregoj shpejt që mos zgjatemi. Morëm buk për burger, do bëjmë nesër burger, edhe morëm këto simitet e gatshme, kemi marrë një niseshte, sepse mund të bëjmë dhe një revani që bëhet nga zona e xhesit. Morëm domate, perime të ndryshme, kemi marrë pistachio me krip, janë super të mira, kemi marrë këto arrat pekan, më pas tek turku, apo të arabët, gjeta kadaif të freskët dhe do bëj një ëmbëlsirë të lezetshme tani për Ramazan në mënyrë që t'i postoj edhe recetën në Instagramin tim. Aty do keni receta të ndryshme. Morëm këtë. Morëm një lëng frutash që është me karrot, me mollë jeshile dhe me portokall. Është në shishe xhami, dhe ato shishe që nga të mira. Kemi marrë edhe, nuk e di se çfarë janë këto, argeta, janë si puna e tonit të peshkut, por janë prej pule. Kemi marrë edhe buding, që do na duhet për ëmbëlsirën me kadaif. Këtu kam edhe mishin, që sot do bëjmë një shqingji në furrë, do e bëjmë për pak, që ta marinojmë edhe ta pjekim direkt. Tani vazhdojmë, kemi vezë për gjithë javën, dhe kemi 2 çanta të tjera plot, që do i marr një nga një. Kemi marrë ullin, një recet që shije kur bëjmë petulla dhe janë shumë të mira. Kemi marrë këto për zgjerrjet e perimeve për të bërë në një gjell me patate, në një gjell kështu. Kemi marrë biskota, këto i han çunat më shumë, jo unë. Djath guda, do bëj një recet të lezetshme me kungull, jeshilin, edhe del shumë e mirë. Kemi prap burgerat, brioshat, si mund t'i quajmë, një Nutella. Kemi marrë fileto pule, sheqerin kaf, se mos bëjmë në një ditë banana bread edhe të përdorim sheqerin kaf. Kemi marrë perime si patlıcan, kungull, qep, patate, hudhra, karrota, që s'po ja u tregoj. Kemi marrë djathra, kemi zënë rehat me këto djathrat që i kemi gjetur, që janë grekët, me djath dhije edhe kjo që është pa laktozë. Kemi marrë nga këto magët që i përdorim më shumë për pilafin, djath për tost, dhe shumë gjëra të tjera këtu tani, jo pasta, gorgonzola, prap një magi, qumësht, se na duhet për budingu, mora një qumësht të thjesht, edhe një hodhëm, a marrë një vanilje pluhur, që ta kem këto në shtëpi tonë. Të qesja kam perimet që ju thash, karkaleca dhe patatet që t'jem për skuqe, që t'na duhen nesër për burgerat. Të qesja tjetër kemi gjithashtu perime, jo fruta, portokalla,
banane, kosin edhe biskotën tjerë. Këto ishin që të gjitha. Tani t'i vendosim në përvënde dhe të përgatisim drekën. Mirëmëngjesi nga vlogu. Mirëmëngjesi nga dita tjetër e këtij vlogut, se u bëra lëmsh. Unë nuk e di se çam ka gjetur, por zgjohem herët. Që kur kam ardhur këtu, më del gjumin 7:30 shumta, unë jam zgjuar dhe më pëlqen shumë kjo gjë. E marr ditën avash, edhe Gjesi zgjohet çik më vonë, kur zgjohet ai unë çdo gjë e kam të rregulluar. Jemi bërë gati. Tani sa po pim edhe kafen, edhe do dalim, do shkojmë tek një fermë kafshësh. Unë kam parë në fakt, këtu në Finland kam shkuar vetëm tek kopshi zoologjik, nuk kam shkuar në një fermë kafshësh, të mirë fill domethënë që mund të shkosh të vizitosh, mund të blesh qumësh apo vezë, nuk e di si e kam iden mirë. Edhe thash të futem një herë në internet, pyeta chatin, edhe chati më tregoi 2 lloj fermash. Njëra ishte e hapur vetëm 3 herë gjatë javës, pra sot nuk është, hapej të mërkurën deri të premten. Edhe pam një tjetër që është 20 minuta me makinë nga shtëpia jon, edhe do shkojmë te kjo ferma. Tani shpresoj që të jetë hapur, mos ja fusin kot aty tek Google-i. Por shpresoj që t'jetë hapur dhe të shkojmë ta vizitojmë. Unë kam vesh këtë setin që është deve, quhet kjo lloj cope, që është kështu ngjyrë qumshi, sepse më mban ngrohtë më shumë se që mund të mbajnë xhinset, sepse sot është -12, edhe tham të jemi ngrohtë. Gjesi do vishet i tëri me cesa, dhe unë do vë një kapuç me qime kështu të zi. Nga këmbët nuk jam e sigurt ç'a të vesh, a të vesh kambalet e mia ngjyrë kafe me bezh, apo të vesh çizmet e zeza. Nuk e di, mbas e vesh ato kafe me zeza, sepse kam kohë që si kam veshur. Tani unë nuk kam marrë kremin e diellit, kam ngelur pa krem dielli. Do thua që do t'i kremin e diellit, po dalin ca reze dhe duhet të kujdesemi për fytyrën. Do të tregoj një gjë. Bashkëshorti im i dashur vuan nga lëkura e fytyrës, sepse i bëhet kështu si errëpër, nuk e di, ekzema. Edhe ani është qetësuar goxha, edhe para ja 2 muajsh ai mori një set të gjithë, më mirë se unë ka këto setet e fytyrës, dhe kishte marrë këtë larsin vajor nga Aven. Ai si kishte përdorur asnjëherë, ishte e pahapur. Tani unë gjatë kësaj jave që kam këtu në Finland, e kam përdorur 3-4 herë. Por më pëlqen shumë sepse ky larsi vajor, duke qenë se unë e kam fytyrën e thatë shumë, të thatë, sidomos ku nga i ftohtë një më bëhet akoma më e thatë, duke qenë se unë e kam fytyrën e thatë, ky larsi vajor ma ka zbutur goxha më shumë se sa larsi që kam si xhel. Ai si xhel kam vënë re këto kohë që jam këtu, që ma mban të thatë fytyrën, ma than shumë. Kurse ky vajori ma ka mbajtur shumë mirë. Tani unë krem dielli s'kam, po vendos direkt tek concealeri. Po shikoja dje në supermarket që shkuam, po shikoja për një serum fytyre që të më mbaj fytyrën të jetë kështu si serum vajora, nuk e di se si kategorizohen ato, se unë s'ja them shumë për këto skincare, se jam shumë bazike, përdor vetëm një krem edhe bie rahat, por dua të vendos edhe një lloj serumi në mënyrë që fytyra të më ri më e butë, duke qenë se jashtë është shumë ftohtë. Flokët i drejtova dje edhe sot ngjojmë si një njeri, se isha me ato flokët e mia me onde si është shpartallyer, gjendjes vetja si luzja.
Edhe thash po i drejtoj që t'i kisha për sot. Tani të jem pak buzët. Dhe derisa të bëjmë hapat e tjera, buzët na zbuten dhe t'i kemi gati për t'i lyer me lapsat e anajs. Tani të marrim këtë lapsin e vetullave dhe të vazhdojmë nga hapat e tjera. Kështu është planifikimi ditës sot. Dje gjeta tek turku po, gjeta kadaif, se dua të bëj një recet me kadaif, edhe mund ta shikoni recetën e plot tek Instagrami im, edhe pse mund të tregoj disa sekuenca këtu në YouTube, dhe ta keni më kollaj. Tani unë po vazhdoj të bëjmë gati para se Gjesi të më vi këtu te dera. E thot Angji akoma, se unë vazhdoj të bëj muhabet me ju, edhe vënohem. Unë nisëm, tani kemi vënë këtu tek telefoni që ta gjejmë se ku ndodhet kjo ferma. Ishte vetëm 18 minuta, 20 minuta larg nga shtëpia jonë. Kohën e kemi mirë, është -8 për momentin, por nuk është ndonjë i ftohtë i madh. Jemi veshur mirë, kemi vënë edhe këto kapuça të dy me kapuça të zi, edhe tani të gjejmë fermën. Jam shumë kurioze si do t'jetë, edhe jam shumë kurioze nëse shesin vezë apo qumër siç shiten në ferma të tjera, siç kam parë në Gjermani tek vloget e Ersit. Shpresoj që edhe këtu të shesin. Qash gënjimi, erdhëm deri këtu, kemi vetëm lopët për të parë, nuk shesin asnjë lloj produkti dhe kafshë të tjera nuk ka, sepse tani që është ftohtë, nuk ka kafshë fare. Po ku i çojnë kafshët tani në dimër? I çojnë në lushnjë. Si lopët e gjora, nuk ka ftohtë lopët? Bëj dhe njerë si lop? Bëj njerë si lop. Sa po ishim dhe tek Helsinki Outlet, me që e kishim afër, edhe ishte një dyqan, e kishim parë dhe herë tjetër që ka enguzhine e gjëra të ndryshme. Dhe ne na mungonte një tenxhere me presion. Kështu që e morëm, e gjetëm me super ulje, në fakt ishte nga 175, ishte për 75 euro, edhe morëm dhe 20% ulje nga që u bëm member tek ai dyqani, dhe përfituam me 60 euro. Tenxhere presioni Tefal, është edhe marke mirë Tefali, plus që përfituam dhe 20% ulje dhe morëm me 60 euro. Dhe do t'rregoj kur të shkojmë në shtëpi, tani e vëmë këtu mbrapa. Dhe ishte 6 litra, ishte super e madhe. Patjetër. Sa po erdhëm në shtëpi të heq edhe këtë, ka qëndruar shumë mirë ky kapuçi, mund të themi, e ka marrë nga sheni edhe më ka mbajtur super ngrohtë kokën, edhe as nuk rëshket, as një lloj gjëje, është shumë e mirë. Tani, ne siç e pat shkuam edhe te IKEA, me që e kishim aty afër outletit ku ishim, edhe morëm disa gjëra, i kishim për t'i marrë.
E kishim në plan? Jo, thjesht kur shkon atje kujtohesh, shikon edhe tendohesh, si thon, tundohesh, edhe I merr. Tani, gjëja e parë që morëm është tenxherja me presion nga Tefali. Këtë e morëm te outleti. Ishte një dyqan me en kuzhine që ju thash, edhe kishte të tenxhere. Atëherë, po ta shikoni, se s'jam duke e hapur, kjo tenxhere është 6 litroshe dhe një gjë që më pëlqeu, madje pse mos ta hapim. Hajde ta hapim. Flokët e mia tani kanë marrë çik kështu nga kapuçi. Këtë tenxheren më pëlqeu një gjë, sepse nëse doni të bëni perime në avull, kishte edhe atë rrjetën, nuk e di se si mund ta quaj ndryshe, ku mund të vendosësh perimet, nuk e mbyll kapakun, edhe e zgjen, e ndërkohë perimet e tua bëhen në avull. Nuk nevojë t'i futesh në ujë edhe t'i zjesh. Shikoni? Më pëlqeu shumë, sa e pash në fakt, edhe e morë me goxha ulje, nga 175 ta marr 60 euro është se gjen as në një vend me këtë ulje. Sa t'ja marrim kontrolën. Brenda është kështu. Edhe t'ja heqim këto, t'ja u tregoj tamam. Ja. Ka edhe këtë pjesën e llamarinës që I vjet këtu, edhe bën perimet në avull. Është një ide shumë e mirë. 6 litroshe është, ne 2 veta jemi, po më vonë mund të jemi më shumë njerëz. Mund të zjesh mishin para se ta futësh në furrë edhe bëhet super e mirë. Kjo është tenxherja, tani t'ju tregoj shpejt edhe gjërat që morëm tek Jysku, sepse do bëjmë edhe drekën, sot do bëjmë burger. Kemi marrë ato si mitet nga dje, mishin e grirë e kemi nxjerr, thjesht e kam për të bërë marinimin, si thon, ti bëj për qofte edhe ti bëjmë gati. Burri I dashur nuk e di se ç'i duhej një lloj çadër e tillë. Por e mori. Tjetër, ti bëjmë shpejt e shpejt. Morëm një tenxhere të vogël që mund ta përdorim për të zjerë në një qumësh ose në një vezë, domethënë është tamam masja që duhet. Mora një organizuese për sirtarin, e pash aty të hapur, edhe kishte goxha shumë. Ndryshe nga ato të Temus që unë kam porositur, që janë duket tek, ja nuk e di. Kjo më duket se është e ngjitur, edhe do ta provojmë pastaj, të shikojmë se si do na arrit tek sirtari. Kjo ishte 6 euro, ja. Ka edhe shenjën këtu se si duhet të vendoset. Morëm këtë. Tani, këtu mora një lule artificiale për ta vendosur tek tualeti. Doja u tregoj pastaj si do ta vendos, sepse është çdo gjë e bardhë dhe doja t'i vendosja një lule të tillë që t'i japim pak më shumë atmosferë. Tani kjo pse na ran edhe, shpresoj që të jetë me ngjitje. Besoj se po. Dhe e gjej manën pastaj edhe kësaj. Tjetër, çfarë morëm? Mora një formë për pandispanj. Unë kam tepsi të vogla pandispanje, por doja këtë gjën, sepse këtë e hap edhe e mbyll në masin që ti do. Edhe pandispanja del më e mirë. Nuk e nevojë të bësh 2-3 tepsi që të dali pandispanja me shtresat sa do ti, por e bën këtu, fryhet edhe e bën prerje. Kam përsëritur dhe te Temu atë gjën si sharr për të prerë pandispanja dhe jemi në rregull. Gjëja tjetër që morëm këtë vazon prej Balti bashkë me të tasin e vet që ka ngjyrën bezh. Unë nuk e doja këtë ta merr, sa më duk çik si shtrenjtë, më thënë drejtën 10 euro, por Gjesi e pëlqeu edhe do vendosim një lule që na e solli shoku I Gjesit dje dhura, do ja u tregoj për pak. Mbrapa mos e shikoni rrëmujën, po e kemi lënë kolltukun siç ishte në mëngjes edhe dolëm direkt. Këto janë zgjedhjet e Gjesit, se kështu është kur e ke burrin kuzhinier, ai merr më shumë në kuzhinë se sa ti. Po për këtë pjesë jemi mirë. Kam marrë këtë xhamin, këtë tasin e xhamit, duhen këto tasat për një sallatë, për diçka. Kam marrë dhe këtë të aluminit, inox, që e kemi një të madh, po duhet edhe një I vogël, sepse mund të bësh salca të ndryshme, banjomarie, gjëra të tilla. Tani, këto nuk janë për ne, janë set lugësh, pironsha dhe fikash janë për kunatin tim.
se i donte ai, edhe mora këtë silikonin se nuk kisha këtu për të bërë cupcakes edhe muffins të ndryshme, plus edhe recetën që do bëj pastaj me kadaifin, po pata nerva pastaj se mua miku dhe ndriçimi tani. Edhe unë ai ring lighti që kam unë nuk është normal. Ose do ta bëjmë nesër ose sot për të bërë një ëmbëlsirë me kadaif që kam parë. Edhe këtë s'po e tregoj se çfarë është për kunatin, edhe morëm një orë muri, duke qenë se ne nuk kemi një orë në shtëpi, edhe ne gjithë përdorim telefona, po tani Xhesit ju fiksua, duhet një orë. Ja ta hapim. Edhe të shikojmë se si është. Po ishte goxha e lezetshme dhe nuk ishte e shtrenjtë, 7 euro ishte. Unë pash për pasqyrë, më pëlqeu njëra, por më duk pak si e shtrenjtë. Edhe thash lëre. Dhe shikoj tani ku do gjejnë një pasqyrë si që unë kam qef. Xhesi po mbushte mendjen për ca pasqyra të vogla, unë nuk i dua ato. Kështu që e thash nuk do marr fare. Dhe o do e marr tamam siç e dua unë, ose se marr fare. Morëm edhe këtë orën e zezë. Jo që janë si kallapaçk, më duket. Si kur do prishet shpejt, por është e bukur, është e zezë. Dhe shkon këtu me shpinë tonë. Kur të vi Xhesi ta vendosi, se tani doli për një punë prapë ai. Dhe këto ishin të gjitha, tenxherën e morëm 60 euro, si që thashe, gjitha këto të tjera që kushtuan ca, por tani po dole nga shtëpia, normal që do harxhosh lek. Ti vendosim në përvënde, jo, në përvënde si jam duke vendos, përveç këtyre që do i vendos lavastovile që të lahen. Harova t'ju tregoja se qa morat e të përdorurat dje. Shikoni në bërë haraqon, një sekond sa ti marrë dhe do ja u tregoj. Dje tek të përdorurat, mora këtë gjën këtu. Shikoni pak sa e bukur është për të vendosur qiri. Është në ngjyrën floriri dhe ishte super e bukur, por unë nuk kam një qiri të bardhë dhe thjesht e provova me këtë boqellin që kam, por dua qirin e bardhë. Dhe do ngjoj akoma më bukur. Këtë dua ta vendos te komedina ime në dhomën e gjumit. Tjetër gjë që bleva, që kjo ishte 12 euro, por ja vlen sepse këto janë shumë të shtrenjta dhe kemi parë me Xhesin para ca ditësh që dolëm, tek një dyqan që ka gjëra shtëpie, dekore shtëpie, kishte edhe këtë, po ishte 40-50 euro, ishte goxha e shtrenjtë. Është kjo për të vendosur verën. Kur bën dreka darka, e vendos në mes tavolinës me verë, e zbraz këtu shishën e verës dhe e ke më kollaj për të mbushur gotat. Shikoni pak sa e bukur është. Nuk ka as edhe një lloj gërvishtje, as një lloj e plasaritur apo as një gjë. Unë këto e lava me 3 lloj ilaçesh, plus që tani e kam futur në lavastovile që ta lajm dhe në lavastovile. T'ju tregoj dhe lulen që na solli shoku i Xhesit. E kemi një si kjo lulja ne, prandaj e morëm dhe vazën, por me shumë siguri unë ta vendos tek dhoma e gjumit, sepse ngjan shumë bukur, ose ta vendos tek korridori ose tek dhoma e gjumit që të japin pak jeshillik dhomës. Këto ishin gjitha gjërat, shumë gjëra po blejmë për shtëpinë. Si të shihni, ne jemi 2 njerëz të fiksuar mbas dekoreve të shtëpisë, mbas enëve të kuzhinës. Ne nuk blejmë shumë rrallë, mund të blejmë gjëra për vete, por më shumë blejmë për shtëpinë. Është kjo faza që arrin njeriu që nuk intereson më veshja dhe gjërat, por interesojnë shtëpia të jetë rehat, ta kompletoj dhe dekoroj sipas dëshirës dhe të jetoj ashtu siç do. Edhe një gjë tjetër, unë tek Guess, duket, po te Guess, pash një palë gjinset shumë të bukura, ishin 50 euro, më dukën pak, por që ja vlenin, ishin shumë bukura, i provova, por nuk më mbërtheheshin. Numër tjetër nuk ishte, sepse ishin tek ato ullet e sezonit edhe qa kishin ngelur, kështu që nuk i mora fare, dhe më mirë që si morën, se do argjoja kot 50 euro. Me ato 50 euro ne blem të nxere. Tani, po e mbyll kamerën dhe vazhdojmë ti rregullojmë gjërat dhe të bëjmë burger. Mëngjesi nga dita tjetër, unë jam zgjuar, kemi ngrënë mëngjesin, kemi pirë kafen dhe që kur Xhesi tani punon vetëm pas ditëve, gjithë paraditja më ikën kot fare duke ndënjur. Ora është tani 1:30 e drekës, sapo e përcolla dhe do merrem me punët e shtëpisë. Sot është e martë dhe kam menduar të bëj punët e shtëpisë, duke qenë se jam vetëm, nuk kam asnjë në shtëpi.
edhe t'i bëjmë të gjitha në rregull. Kuzhinën e kam mbledhur, kam fshirë banakun, dollapet nga jashtë, sallonin e kam rregulluar divanin edhe tani do rregulloj pak dhomën time, do heqim çarçafët, do vëmë çarçafet e Lara. Do fshim, do lajm, kemi tualetin, do mbjellim pak lulen e re tek vaza që morëm dje. Edhe kështu do përgatisim edhe recetën me kadaif, sepse dje nuk e përgatita dot dhe këto kemi punë. Mbarova dhe punët e shtëpisë, kam larë edhe jastëkët që flem gjumë, sepse nga koka, nga djersa krijohen ato shenjat e verdha dhe do t'i blej disa kovera mbrojtës tek jys ku kam parë që ka. I futa në lavatriçe, por kam frikë se mos më prishë, nuk e di, mami më tha vendosi me 60, me 90, por në vendosa me 40 edhe të shikojmë se sa do t'i ketë larë. Tani po pres që të mbaroj edhe me që punët i bëra. Unë s'kam kërën akoma drekën, po dhe hapër pak, thash të bëjmë ëmbëlsiren me kadaif. Mora kadaif tek turku, ta marrë tani t'ja u tregoj pak. Ky është kadaifi që gjetëm tek turku, edhe taze kadaif.
Dhe këtë kam menduar ta bëj tek ajo forma silikoni që mora dje me muffins. Do t'i shtroj me gjalp kadaifin e skuqur mirë. Jo, në fakt unë këtë do ta bëj direkt në furrë, kështu që nuk kam nevojë ta skuq në tigan një herë me gjalp, por do ta vendosim direkt japin formën tek ato cupcakesat dhe do t'i bëjmë mbushjen me kremin budingun që morëm me çokoladë. Kështu do t'i bëjmë dhe nga sipër do t'i zbukurojmë në një gjë, plus do përgatisim edhe pak sherbet, sepse pasi t'i nxjerrim nga furra, duhet t'i spërkasim edhe me pak sherbet që të jetë e njonë, edhe t'i hedhim më pas kremin. Unë lodha me këto punët, por më pëlqen shumë se si ka dalë dhoma e gjumit, sepse i ndrova të gjitha çarçafët e këto, i vendosa në ngjyrë roz. Ajo e jorganit është e bardhë, ato e kemi marrë nga Jysku, më duket, ose nga HM-ja, nuk e di. Më duket se nga Jysk. Por është material, na ka dalë shumë material i mirë dhe nuk na është prishur. Tani vazhdojmë me përgatitjen e ëmbëlsirës, se mua po më bien bateritë. Po se bëra tani, kjo ka për të ngelur për ditë tjetër. Bëra pak gati, ndrova ato pantallona që kisha, që bëra punët, kreva pak flokët, lyvëm pak buzët, rregulluam dhe vetullën, edhe të dukemi pak njerëz kur të bëjmë reelsin. Kam vendosur këtë ring lightin e shkret që mezi mban veten e tij, jo më të mbaj telefonin, s'bët. Kadaifin që e vendosëm tek format e muffins, si lyem me gjalp mirë, i krijuam atë formën në mes, vrimën në mes me anë të një gote të rakis ose një gotë të vogël çfarë keni, dhe i futa në furrë që të marrin të piqen, të marrin një faqe të artë. Edhe tani morën tenxherën e vogël dhe do bëjmë kremin mbushës të kadaifit. Bëra gabimin, nuk duhet ja u kisha hedhur sherbetin tek forma që kanë këtu, sepse tani nuk dalin. E vendosa dy te pjata dhe u bën si përshesh. Nuk e di se si do ta rregulloj, mbase i vendos në përgota edhe t'i mbushim aty, sepse ndryshe nuk bëhen. Më vjen inat, sepse është hera e parë që e bëj këtë gjë, e kam para disa vitesh, por si duket e kam harruar procesin i hidhet sherbeti para se të nxjerrë nga forma apo mbas. Dhe kështu dolën shumë të bukura. Shikoni pak se sa praktike janë shumë, domethënë personale, mund t'i haj secili në gotën e tij dhe kur shtroni tavolinën e iftarit për shembull, është një ide shumë e bukur për secilin nga njerëzit që mund të ftoni ose ju vetë familja dhe të konsumoni një ëmbëlsirë që besoj se nuk ka shumë kalori dhe shumë sheqer, sepse kremit budingu nuk i shtoj sheqer asnjëherë, e lë siç është pakoja. Vetëm sherbeti që kam shtuar tek kadaifi, që është 2 lugë dhe nuk është se është shumë, dhe frutat e thata, i vendosa dhe nga këto frutat e pyllit, nuk e di tani se si quhen këto të kuqet e vogla, por janë shumë të bukura dhe shqyr që i kisha aty në ngrirje, sepse i dhanë goxha pamje ëmbëlsirës. Shpresoj që të ketë dalë shijshme dhe pse e mendoj që ka dalë shumë e mirë, sepse të gjitha gjërat janë përgatitur shumë mirë, thjesht
metoda se si unë e bëra tek ato format, u gabova, do me thënë që ja hodha sherbetin tek forma, sepse pastaj nuk dilnin, sepse u zbutën. Nëse do i kisha nxjerr sapo i nxora nga fura, që ishin pa sherbet të thata, do kishte dal forma tamam. Dhe mbaj mend që këtë ëmbëlsirë kështu, do me thënë në format e silikonit, e kisha bërë një herë para disa vitesh në Greqi tek mami, dhe e bëra edhe një herë tjetër kur isha e ftuar tek emisioni Shije shtëpie në TV Klan, dhe i përgatitëm për Shën Valentinin. Ka qenë 14 shkurti i 2023-shit, nëse jeni kurioz të Shije shtëpie, mund të më shikoni aty ku kam përgatitur këtë ëmbëlsirë dhe një recet tjetër, brusketa, plus që kisha çuar edhe 2-3 ëmbëlsira të tjera. Edhe aty bëra të njëjtën ëmbëlsirë me kadejf dhe më dolën shumë mirë, nuk e di pse këtu. Ja u thash, do me thënë, ne dim pse ndodhi. Tani të marrim një lugë të vogël dhe ti provojmë dhe të ha drekën time, sepse po dhuri gjumi, po u budalepsa. Qa bëni ju? Lulen e mbolla dhe tani po bëj një recet që më ka dalë në Instagram, bëhet me kunguleshk edhe me karrota, bëhet si një tip tave, pete, hap në një tepsi, në letër fure, dhe më pas e mbush me djath, kaçkavall, me guda, që të keni, ose mozzarella, unë ka marrë mozzarella të grirë, dhe me prosciutto. E bëni rolo, e prisni dhe e hani. Më duket një recet e lehtë për tani në darkë, sepse është me perime, përveç djathrave që ka brenda, po tani është balans, kjo është balanca, të hani djathin dhe perimet bashkë me to. Kështu, do filmoja me kamerën time, por më del tani që nuk kam vënë në memory card. Kështu që i bie të futem në laptop, pastaj të fshi ato videot e kaluara, se unë kështu kam një vit e pak që përdor kamerën, dhe këtë gjë bëj me memory card e i fshi, filmoj, i fshi edhe kam shumë në rregull. I bëj një restart edhe e kemi në rregull. Lulen, po ja u tregoj tani, e kam vendosur këtu tek korridori dhe shpresoj që të bëhet këtu, sepse nuk e di nëse i bie shumë drita. Ja dhe lulka e bukur. E vendosa të vazoja, ka pjatën e saj, edhe me lulen e bukur. Dhe shkon shumë kjo ngjyra jeshile e errët me këtë të lules. Mos shikoni krevatin tim, sepse unë tani sapo u çova, pushova pak edhe kjo është lulja. Hi Lojtë! Hi Lojtë! Happy birthday to you! Edhe 100! Looking for a lifeline, some way to get to cloud nine. I don't care, I don't care, I don't care if it's overrated. I gotta make it. I don't wanna be your enemy, I just wanna feel your energy. Baby, when you're coming close to me, it's just like the feel of summer. I'll be waiting where you left me. I'll be waiting, come and get me. Sky, give me something I can hold. I don't mind if it never shows, 'cause you know I love you right back. Yes, I love you like that. Yes, I love you like that, that. I don't wanna be your enemy, I just wanna feel your energy. Baby, when you come. Provojmë. Shikoni sa e butë që është, o zot. Është tamam si një picë. Nuk e di nëse më besoni, por në gjanë si ku po ha në një picë. Edhe kjo pjesa është e pjekur plotësisht, thjesht
Me këto që janë bashkuar, duke qenë se ka dhe kosin, është bërë goxha e butë, por më pëlqen shumë. Ju sugjeroj ta përgatisni. Tani, ndërkohë që unë vazhdoj të ha darkën time modeste, fillon edhe bigu për punë 5 minutash. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Ky është vlogu i dytë nga Finlanda, nuk e di se si ju duken, por kam marrë komente goxha të mira dhe e di që ju pëlqejnë vlogjet nga Finlanda, nga jeta këtu. Edhe mezi pres të tregoj akoma edhe më shumë nga jeta ime e re këtu në Finland, edhe me të gjitha ndryshimet që do na vinë. Tani po ju lë edhe të shijoni këtë vlogun tim. Natën e mirë dhe shihemi në një video tjetër.